po kemi punë e bukës, prodhimin punojnë vetëm e grur, vendi grur që prodhon nga ata fermerët aty në zonë, kemi bukën, grurin, gjithashtu disponojmë edhe vaj ulliri, në fabrikë kemi Radostin. Subvencionimet do t'jenë më lartë nga shtetë, këtë dorë me njërë, këtë një dorë të subvencion shumë fermerët, këtë prodhime gjithashtu dhe sipërfaqja ka rënë nga vitet e tjera, në ndikon shumë largimin popullsisë, por themi se si vjetë ka më prodhime më të mirë. Atëherë krahasuar me rrjedhin që vjen nga jashtë, Gruri Vendas është lëndë si pasdore. Sa rëndësi duhet t'i jepë Grurit Vendas? Këta kemë të vend gjithmonë për parësi Grurit Vendas, grurin që kemi Victoria, Gruri Dajti, këto që varietetet që kanë prekoz, këto përdoren. Në mos Victoria një është gruri më i mirë që përdoret tani për bukën, që përdoren fermerë. Se jemi në ambarin e shqipë. Po. Këtu është fjestë edhe panajit. Sa vlerë kanë fjestë atë tila? Po këtu kanë vlerë marë për promovimin e produkteve të bëjnë sa më shpesh. Është një nga festat më të bukura që organizohet dhe i jep kuptim sepse buka vërtet fillon nga toka. Dhe toka në qytetin tonë, në fushat tona prodhon një grur shumë të mirë, me cilësi shumë të mirë, edhe ne në bleda premium e përdorim grurin Vendas dhe bëjmë disa lloje bukesh me grurin e vendit. është vërtet shumë e rëndësishme sepse është një grur me cilësi shumë të mirë dhe del vërtet një bukë me cilësi shumë të mirë. Faleminderit. Përshëndetje të gjithëve, po përfitojmë nga rasti sa po ka një shkëputje të vogël të muzikës. Ndodhemi në festën e grurit, tashmë një organizim tradicional që bëhet nga Bashkia e Fierit, por me mbështetje të shumë institucioneve të tjera. Pjesëmarrja është me të vërtet mbreslënse, sepse ka njerëz jo vetëm nga Fieri, ka nga Vlora dhe për më tepër ajo që gëzoj janë të gjithë njerëzit që kanë ardhur nga diaspora, nga organizata të ndryshme, siç është për shembull Shoqata Apollonia, për të marrë pjesë pikërisht në këtë ditë të shënuar. Është e rëndësishme që të thuhet që festa të tilla përveç faktit që krijojnë jetë sociale në qarkun e Fierit, nga ana tjetër edhe nxisin njerëzit për t'i afruar pranë bujqësisë, dhe ashtu siç ne e dimë, gruri është shumë i rëndësishëm për Myzeqen, pavarësisht se këtë vit ka pasur një rënje në rendimentin e tij, nga ana tjetër ne nxisim të gjitha paketat që Ministria e Bujqësisë ka prezantuar me paketat e subvencioneve janë të rëndësishme, por sigurisht edhe puna e fermerëve këtu të Myzeqes është kriteri kryesor për të rritur këtë prodhim. Shumë faleminderit për interesin tuaj, nuk jemi në kushtet më të mira akustike, por nga ana tjetër prezenca juaj është shumë e rëndësishme, pasi të gjithë gazetarët që mbulojnë qarkun e Fierit bënë një punë shkëlqyer dhe unë ju falenderoj.
rëndësishme janë festa të tilla për promovimin e grurit punës. Patjetër që janë shumë të rëndësishme dhe gjithmonë promovimi i produkteve autoktone ka shumë vlera dhe për ne dhe për fermerët dhe për të gjithë. Dhe ku ka më mirë që ne të punojmë me grurin e vendit, sepse dhe karakteristikat e grurit tonë janë vërtet shumë të mira në krahasim me të importit dhe unë uroj që sa më shumë ketë bashkëpunim dhe kompanitë dhe fabrikat që përpunojnë që nxjerrin mielin nga gruri, ketë sa më shumë bashkëpunim që edhe ne të kemi sa më shumë produkte nga fermerët tanë. Sepse kjo bën që edhe bashkëpunimi bën që edhe të rriten të ardhurat për të gjithë zonën, për të gjithë fermerët dhe edhe për ne. Kjo është shumë e rëndësishme mendoj.